Gafore, kjo video është për ty. Sot të kanalizoj një gujtë të shkurtër se si do jetë energjia e vitit të kalit për ju. Mos harroni që kjo është një gujtë e përgjithshme, nuk aplikohet për secilin prej jush. Nëse doni gujda të personalizuara, mund të rezervoni tuajin kundrejt një pagese. Dua t'ju them fillimisht që ndjej një ndryshim në energjinë tuaj, sikur jeni bërë më lozonjar si shenjë, sikur jeni bërë më të hapur ndaj gjërave të mira dhe të bukura, sikur e ndjeni që një ndryshim pozitiv do vi drejt jush. Dhe më pëlqen që jeni lidhur shumë me qendrën tuaj dhe sikur stoni më t'i jepni vëmendje zhurmave të jashtme. Do shohim tani energjetikisht se si do jetë viti i kalit për ju. Oh my god, pikërisht ajo që unë sapo thoja tani, domethënë sinkroniciteti është, nuk e di çfarë të them. Për gjatë vitit të kalit, kjo energji do ju ftoj që të vallëzoni, lozdroni, të luani, të krijoni, të festoni jetën tuaj, të festoni veten tuaj, të festoni çdo arritje sado e vogël që ajo të jetë, të festoni familjen tuaj, të festoni arsye që ju bëjnë ju të gëzoheni që jeni pjesë e kësaj jete. Domethënë, ideja është filloni bëni pak qef me veten tuaj dhe me jetën tuaj të vit. Lozdroni përsëri, dhe ndoshta për disa prej jush më vjen një mesazh tani që është të lidheni me fëmijën tuaj të brendshëm, të shëroni plagët e fëmijës së brendshëm dhe ta ftoni fëmijën tuaj të brendshëm t'ju drejtoj në jetë dhe filloni të luani përsëri në jetë. Mos ta merrni më kaq seriozisht sa që keni marrë vitet e fundit, sepse vitet e fundit kanë qenë shumë të vështira për ju. Por gjithë ai transformim do marrë fund dhe jeta do bëhet më e lehtë për ju dhe do bëhet më e gëzueshme. Jam shumë e lumtur për ju, sepse unë ndjeja këtë energji dhe ja ku doli konfirmimi. Oh my god. Marrim një letër tjetër. Si do jetë energjia e kalit për gaforen. Duhet të pushoni, duhet të reflektoni thellë, duhet të zbrazni çdo gjë të panevojshme që qëndron në mendjen, zemrën dhe shpirtin tuaj, sepse një kapitull i ri do filloj për ju. Përpara se të filloj kapitulli i ri, është e nevojshme që ju të pushoni në mënyrë që të reflektoni. Duke reflektuar do keni mundësi të keni qartësi se çfarë duhet të shkojë nga jeta juaj dhe çfarë duhet të qëndrojë apo çfarë do aspironi për të ardhmen tuaj. Një mesazh tjetër? Po, gafore, po, dëgjojeni tesin, gjërat e reja do vinë, gjërat e mira do vinë, po sigurisht dhe ju duhet bëni punën nga ana juaj që është të bëheni më të gëzueshëm, të bëheni më, domethënë të lidheni me atë energjinë e fëmijës që është i egzaltuar për çdo gjë, që është kurioz për gjërat e reja. Dhe njëkohësisht që jeni kurioz për gjërat e reja, zbrazni gjërat e vjetra dhe jepini vetes kohë për të pushuar dhe për të reflektuar dhe për të rikarikuar me energji të reja. Momentalisht mund të ndiheni sikur shtëpia juaj nuk gjendet asgjë kundi, por ju ftoj të lidheni me ujë, me elementin e ujit, jo vetëm me emocionet e juaj, por edhe me elementin e ujit fizik, të shkoni në liçen, lum, det, oqean, apo të praktikoni banjo shpirtërore, në mënyrë që të purifikoni emocionet e juaj, energjinë tuaj dhe të keni sa më shumë qartësi dhe të kuptoni në fund të ditës që shtëpia juaj e vërtet jeni ju, që shtëpia juaj e vërtet është brenda jush. Gafore, jam shumë e lumtur dhe emocionuar për ju dhe mezi pres t'ju shoh se si është shtëpia juaj e vërtet, reflektuar tek imazhi juaj, tek puna juaj, tek familja juaj apo tek prezenca juaj në këtë planet. Ju uroj një vit të mbarë dhe do shihemi në gujtat të tjera. Pacim!